fillimin e betejës për përmbysjen përfundimtare Edi Ramës dhe narkoshtetit të tij, ftoj çdo demokrate e demokrat, çdo qytetar dhe qytetar të dalin në sheshin e betejës. Është shansi i jetës për çdo qytetar të këtij vendit. Shansi i përmbysjes. Një lloj si në Bangladesh, në Nepal, Sri Lanka, të diktatorëve autokrat, të gjithë ata që ndjehen opozitar, pavarësisht nga dallimet që kemi, të bashkohemi sot për të dëshmuar shqiptarëve dhe botës se nuk ka forcë që të na ndalojë dhe ta pengojë pa përmbysur regjimin. Ftesa ime për llapajnë, për të gjithë partitë opozitare, është të bashkohemi kundër kësaj të keqje të madhe. Përndryshe, kuptohet, kryetari i një partie ka projektin e tij dhe unë këtë s'mund të them, por ftesa është e hapur. Do të shënoj kthesën drejt fitores të çdo qytetarit të këtij vendi për dignitetin e tij, për familjen e tij, për të ardhmen, por dhe vendin dhe kombin e tij. E kam deklaruar, nuk marrim pjesë në asnjë nga komisionet në të cilat negocioheshin reformat me narkomajorancën. Por parlamentin nuk e bojkotojmë, do zhvillojmë luftë dhe betejë aty, si kundër, në shesh, në rrugë, në greva, në demonstrata, në gjitha format.